Londrim, çfarë keti për të thënë Labinotit? Sidomos në momentin që ai futa dhe fen në këtë diskutim. Po, si zakonisht, Jonida, nuk është diçka që se kena një ma heret. Thjesht, unë kom overreacting, do me thonë, kom exageru, veç më janë nxerë labit një anë, se këtë do me thonë, momentin që i thashëm qite prej vetit, tha pun, tha qëta e deshta dhe për qëta thajmë ka ta bëjt që shtë. E para, që shëtëse i ka dhe në klip. Cilën anë këtë dashur të nxjerrësh labit? Po tamam kush është, se këtë do me thonë, friksohet me bo një debat thellë, se din se ka me fundos veten, edhe të nëton që ty me qitë prej vetës, që tëna me u viktimizu kë, me bulizem, me tim ki thonë kështu, tim ki thonë ashtu. Sa i përket veshjes teme, nështë ta që ka që letë me u veshë dhe me u shprej, në qitë mënyrë me shprej kreativitetin teme me veshjet, ose veç hajt qka t'i gjoj Benitës, ose në njënës piqika dhe veç sa për trip që e veshje, nëse nuk e kisha dit kush jam, ku qëndroj edhe qka du, po këta e bëjt që kom punu te për shumë e vetën, për mi hek komplekset dhe me dal lirshëm para njerëzve, që mos me thjesht vë mu një mirë me vetën. Këtu nuk ka të bëj absolut orientimi seksual, do me thonë kjo është tema e fundit, e sidomos një person si Labi që mundet me mprejk mund të kjo pjesë. Po, problemi është që do me thonë qyshe pat, jo veç të onë, po me se cilin banor që Labi ka problem, do me thonë është kontradiktori ma i madhi. Edhe po, i kom thonë që është matrapaz, nuk e di hala e ka kuptu, po e pave dhe në klip, je matrapaz Lab, je në gjendje me bo loj, që o kapet e kushtrimi ty nuk të ka thonë që ti nuk ka kërcenu që jashtë kështu ashtu, po thjesht me gjana që pi bën këto, për me fitu çmimin, ose qka do që është qëllimi jëtë, ti nuk je, si pas mendimit tem, se jashtë se din që o ka bëhet, ti nuk je ka dën milion vetës hapsirë në shta dhe për qatë talentin që e ki, se je i talentum, që kjo është krejt ajo. Amo thjesht për një me Labin ju mundu mja kushtu të pakten qëto minuta, se unë që kom cekë dhe ma heret, thjesht nuk mundesh me bo as një bisedim, as një diskutim, se kë veç mundohet me ta nxjerrë, do me thonë ty një fjalë, që me u viktimizu edhe me ta keq përdor. Edhe mi hita na laknave që thojmë, pa pas bëj absolut kur gjo. A e bën këtë Labi Londrim se të konsideron lojtar të fort? Po Labi lojtar të fort ju ka thonë krejt vedej që tash. Apo din, do me thonë, nuk është që e ka një loj që ti misteriozo që nuk mundesh mja studiu. E ka thjesht, okej, është loja ti, apo dhe nuk është person që përshamu... Si ndihesh ti Londrim kur Labi të thotë, si kurse të tha tani më përpara, që e bëj këtë gjë sepse e shpreh se nuk dua që fëmijët e mi të bëhen si Londrimi. A të vjen mirë për këtë dhe pse mendon që arrin deri këtu? Jo, qëre, Jonida është shumë letë me ra nivelin e dikuj, edhe unë e di shumë gjana që, po menoj di shumë mënyra tjera të shprehurit për me ra nivel klubit, po qaj nuk është niveli jam dhe nuk kam qejt mja jep qatë knatësi, kështu që për qëtë arsye kom vendos ma shumë në ndëgju. Po më vjen shumë keq mja thonë, po nashta asun s'kisha pas qef që më falë një prindi jam me konë si Labi, pak këtësisht, po më vjen shumë keq, po është mendimi, në funditës është mendimi, në funditës Jonida është mendimi Labit edhe, jo veç mendimi Labit, po mendimi as një personit nuk definon, kur e din kush je dhe qka dënë. Në fund ditës, unë jam këtu knaq për veti me banor, tu i njoftu gjithë të cilin sa ma shumë, unë realisht me një pik ndike qardje me Labin që pse e ka zgjidhë që të mënyrë, se apo den, masi ky nga ka pa për jashtë, nga ka studiu, e ka pas edhe ma letë nështë ta me zgjidhë një mënyrë tjetër, kështu që s'po e di pse ka zgjidhë që ta. Po në fund ditës, gjithë të cilit që ka të bojna, ja bojna vetit. Unë e prapi të shëroj suksese edhe it's okay.